dashumi sërish në studio së bashku. Jemi kthyer tashmë me mysafirët e një special për ditën e sotme. Do të jetë një intervistë që personalisht kam bërë të përjetuar shumë mirë, por besoj që lidhet dhe përjetoj të njëjtën gjë. Kam 3 vjet mosha, unë kam pasur për herë të parë në emision e mbaj mend Kund 3-4 vite, ndoshta edhe më shumë. Kam dëshirë që Eros më bësh një pamje të djemve, të lutem. Ja, pra, ti ndjekim, ti shohim. Më kanë zbukuruar studion. Jam djem të rinj, të talentuar që vinë sot, do doja të prezantoja fillimisht prej Besirit, Besir Aqili, përshëndetje Besir. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kisha dashur një falënderim të veçantë për televizionin e ju, që na keni bërë gjithë një mbështetjes si profesion, ashtu na keni ndihmuar më avancu. Kënaqësia është e jona Besir për punën që ju bëni. Amir, si do jesh një gazetar i dytë do ndihmosh shumë ato në mikrofonin ton. Ja jep mikrofonin Endritit. Endrit, përshëndetje. Përshëndetje. Bëjmë një prezantim për ty Endrit, sepse faktikisht ti je i ri dhe për mua dhe për opinionin që na ndjek nga Xhilani. Faktikisht je preshevar, nuk do të humbim rënjët. Po bëj një prezantim të lutem tënde. Unë jam Endrit Rexhepi, nga Xhilani, jam baterist në grupin Kromatika. Jena konë shok me Amirin, shkollë të mesme, na njoftu tash jena dhe në fakultet bashkë, në Akademinë e Artëve, paka shumë që shtë. Paka shumë që do flasim më vonë, do jetë intervista pak e gjatë për të marrë gjira. Amir njëse më erdhe i dashur në emision. Amir Aqili. Në përftesën Amir Aqili. Vllai i Beshirit. Vllai kombëtar. Gjithashtu grupi Kromatika, klarinetist. Klarineta është një vegël që unë e mbaj mend prej fëmijë ke dashur shumë. Prej fëmijë dhe në mundu në arrit pa mundu, dhe më ndonë dhe në fund. Patjetër. Mirë, Rexhep, është interesant më thënë, Endrit po, është edhe një djalë tjetër, Andrea Siku, ja Herova, emrin duhet ta përmendim edhe ato me patjetër, sepse jemi 4 persona apo jo në grupin tuaj. Besir, më tregon pak për djalin tjetër, ndoshta në një përshëndetje duhet ta bëni apo jo, por Andrea Siku. Do të përshëndet, u kam thënë më pak. Jo, ndoshta edhe ka një mamam më tregova që në telefon që ka kishim Andrea Siku është një shok i jone, cili pa ata nuk besoj që kishme dalë mirë muzika jonë, se e ka një rol të rëndësishëm. Që është? Basist i grupit, dhe më thonë, e manë një pjesë bazë, dhe më thonë, grupit, që pa ata nuk kishme dalë mirë muzika. Shtu që e falenderoj për rolin që e banë. Edhe kemi besim shumë të taj. Patjetër. Endrit dhe Amir, si me ndoni? Amir, më sa me mikrofonin vetëm për vete, do të ambash pak në rrugë të mesme për të dy. Si me ndoni, Endrit, si është bashkëpunimi në grupin Kromatika? Do doja të respektoni fillimisht mysafirin, si me jemi të tërnosit, kështu që pak më vendali. Endrit, që do thotë për ty të punosh fillimisht me 2 vëllezër? Të kemi thënë në mes, mos më të teatri, me zyra qitve, si ndjesh? Po, unë e Besirin në Amirin këmë njohë ma përpara si shokë se si kolegë, dhe ma shumë i konsideroj shokë se sa kolegë, do me thonë që bashkëpunimi mes njëre është maksimal. Gjësen ka shkuni një dejtaj, presej që edhe ndamën që shtu me shku, ka e ka dalje, shësnija me mirë. Una me mirë, avancime ka e ka dalje edhe. Do më të në shmirë, ndjesh në familje dhe tiri, edhe bërde si pak si vlaj këtyre, ndoshta, duke të në gjithë kohës bashku me Adriatikon. Non-stop jena bashkë, unë të thonë që jena dhe një familje. Është mirë. Sa ndikon bashkëpunimi Amir në grupin tuaj? Sepse për momentin që ti e ke Besirin vëlla, me Endritin një shok, me Adriatikun gjithashtu, a është suksesi juaj pikërisht ky? Suksesi është ky. Do me thonë, në si grup, jena me punë, kena rrit deri që sot djena, po nuk besoj që kena mundon me kaq, do vazhdojnë. Do vazhdojnë që grupin tuaj? Edhe me shosnin, edhe me sënë të reja, kësmet, në është ta nëj album, ma frejk të këshirë në cishtë. Kjo është një temë shumë e bukur, besi u këti se më përqirë, më të ndodhë i këndshme, kjo ndërta, regjia, nuk janë duke të gjuar muzikë më duket, a jemi duke shkuar me muzikën e bjenda? Mirë, sepse gjatë kohë që ne kemi intervistën, tu ato që na ndjekin nga shtëpia, janë duke e përcjellur këtë intervistë me muzikën tuaj. Ju praktikisht në YouTube, në rastin se për këmë orkestra Kromatika, dalin më thonë këmë tuaja. Dalin pak të grupi. 4 ata Kromatika. Besir do ma shkërgosh si ma shkërgove dhe pak në përpara pëse kërënë. Emri Kromatika kemi dashtë me bot dishka më ndryshe për grupe tjera, dhe me thonë se më pa mundësi me gjithë një emër ma ndryshe u dashtë me marrë këtë emër, dhe me thonë pak ma i vështirë për njerës, po besoj që kanë
kam arrit me kuptu se çfarë do të thonë ka. Do të thonë e kemi bazu është një term muzikor kromatik që do të thonë radhitja e gjysmëtonave në muzikë quhet kromatik. Në shpjegim i thjesht besoj që është për me kuptu më lehtë. Çto kemi bazu do të thonë edhe emrin e grupit. Kemi dalë diçka pak më ndryshe në vos. A ishe dakord të tjerët? Po, kam besu. Endrit, a ishe dakord tani? Që unim ka pëlqyer shumë edhe më thon po pse jo. Është emër që nuk e nim shpesh. Edhe është emërit e zëshë, mua më duket pak turde romantik si do të thosh. Romantika. Mirë, do ndalemi tek fakti se çfarë po merrni ju për momentin. Besir ti je nxënës apo jo? Në shkollën e muzikës. Më tregoni tani se si do rreth të universitetit. Kemi shumë aktivitete kohë të fundit, mos jam edhe maturant. Puna maturantit nga kohë pak. Emocione pak dhe puna fakultetit me punu. Edhe çështo po besoj që kena me arrit mja te kalu çdo farë vështirësi. Edhe me këshill ma vonë më nis më marr me do sene pak. Ma primare më konë do sene pak më të profesionit, jo është shkollës. Patjetër. Besoj që është interesante fytyra jote është publike për një pjesë madhe prej meresh, sepse ti ke dalë edhe në klipin e 100 vjet të Varësi, ka qenë domethënë shumë gëzim i madh që është kritikuar ajo këngë, që nuk ka pasur atë një këngëtar që ka kënduar për Lugimon e Preshevës, por çuditërisht i djalë nga Lugima e Preshevës, nga prononcët del në klip. Sa më të lutë ka qenë ajo për ty. Po kom një moment shumë i mirë, kur do marr vesh që më marr pjesë në atë klip, jam një shumë mirë edhe s'kom prit me dalë. Me të kallë drejt. Edhe ka dalë shumë mirë, fenomenal u kon ajo ndjesi, që nuk e kom prit që kam ndodhur me nëse të shkoj në Gjilan. Do të thonë se ka ndodhur dikon në klasë 10 kur kom shku. Nuk e qesh shumë. I bën viti i parë, do të thonë, i bën viti i parë, do të thonë, kështu që e njohin ka në Preshevës më mirë. Edhe u kon një ndjesi shumë e mirë. Një njësi shumë e mirë që po që nuk vonoj të përsëritet prapë në një tjetër këngë. Më duket të marrë fati po të mbjek ty apo çfarë është. Edhe ju të tjerë do flisni për veten tuaj, jo? Kështu që vetëm dalim nga dalë. Edhe më tego çfarë ndodhi me këtë? Si ndjeni ju që shoku juaj për shembull do shpesh të përkon që janë fatikisht këngë me tema shumë të bukura, këngë që ndiqen në gjithë tonë shqiptare. Si dhe kënga Xhamadani Vjavia më duket ishte kjo kënga e krijuar në operet më duket. Do më thonë e ka në orkestru, nuk e di se kush e ka orkestru dhe që ka dalë një këngë fenomenal që e bojmë, do më thonë datë në 4 zona, sopran, alt, tenor edhe bas, unë e kam rolin e basit bashkë me do shokë tjerë. Vetëm 2 djemë keni qënë nga e gjithë grupi apo jo? Nuk e di 2 djemë për shkollës, për shkollës, po, për shkollës që morën pjesë në kërë Gjilanit. Në kërë të Gjilanit? Në kërë qytetit Gjilanit, për du me thonë. Edhe aty ka do më thonë profesora, ka edhe do më thonë student të akademisë të atëve në Prishtinë. Edhe është një ndjesi edhe një fat i madh që kom arrit me hi në atë mesin atënve. Është fat ndoshta edhe për ty Endrit që ti një shok që preparon me tilla ata? Po, normal është që është pjesë e grupit që avancimi i këtina është edhe plus për neve. Jo veç për mu që Endrit, po edhe për kromatikën përgjithësi. Patjetër. Dërsa mirë, si ndjesh kur vllai jot ka tregon pak xheloz apo se nuk keni gustuar me termin xhelozi. Jo, përkundrazi unë jam shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur që jo si antar i grupit po edhe si lloji. Si familja, patjetër. Si familja ta shoh dikon më lart. Domethënë xhelozi nuk kam, veç kam qef në posa më lart. Edhe si e morë vesh tani, do të mirë është puna. Mirë, se ja ditë emisioni që ka merri vesh të dashuri vllazërore. Endrit më trego kush është roli jot te grupi Kromatika. Unë jam baterist, në grupi do me thonë në ritme, përgjithësi është una jam në grup. Ja kena nis. Ritmi është shumë rëndësishëm, mo duhet ta potencojmë këtë. Po, ritmi. Në rastin se nuk ke ritëm, muzika do të shkonte totalisht kundra. Nuk do të kishe fare muzikë. Nuk do të kishe muzikë, e vërtet. Për cilës mosh merresh me bazën? Faktikisht me muzikë mirë ma që më bëm shkollë fillore të muzikës, jam nis herët, pi klasës të retë, po kështu me bateri që tikon rreth 2 vjetë e gjys, me ardhen e Besirit dhe Amirit në Gjilan, ja kena nis papa, kështu.